Ndërsa sot qa kemi me pregadit, Lin? Se halos kemi njës me një erën, unë t'jemi. Tash sot kemi thonë që dhjetorin kemi mjë kushtu kryesisht recetave të fund vitit, festa, o zakonisht për festa, na thëmë po dojna me po dojna me prish komplet dietat, që nuk është një term që mu më pëlqen, nuk ka lidhje, mujna me bo balans, mujna me hongër najherë dhe diçka që nuk është shumë e shëndetshme, po mos me e konsideru që e kena prish ose dietën, se në momentin që psiqikisht pregaditëm që na tash pe prishim për festa, realisht abuzojmë. Kalojmë në atë pikën që e prisha hongra një picë, e tash ti hajtë se pe pi edhe një kafe, pe home një çokoladë, e hajtë se edhe një embelsir, e hajtë edhe një kështu, hajtë edhe kështu, edhe kështu që kalon në një nivel që ka nevoj tani ndoshta edhe me ndërhy, për shembull të refluksi, problemet me lok, problemet me tretje, edhe si përfundim janari na e kemi shumë garkume mropa me këshilla, edhe me kërkesa, po feks, edhe shtojmë pishë. A du të me shumë furëm më falin? Po. Derisa po? Sot kena me pregadit një picë të shëndetshme, realisht ose brumi buhet si në forma e pankeki që ose palpetes ose qështë do që ju thojnë që e pregadisim kushtë e shtëpia, është e përshtatshme edhe për fëmijë, edhe për tritun, edhe për çfarë do moshe. Me ta është një lloj pancake i shëndetshëm, po që ka dhe formën e picës së shtëpisë, që duket edhe bukur, edhe shishme, edhe është e shnetshme. Do me thonë, për fëmijët të cilët kërkojnë me patjetër fëmijët, edhe të rriturit se ka njerëz të cilët e dojnë picën shumë. Edhe shumë shpejt që dojnë diçka të shpejt. Realisht, unë shumicën e rastë më duhet shumë shpesh, e pregaditi edhe me mëngjes. Edhe ja vepi me veti vajza në shkollë. Më thonë, se pregaditit te për shpejt, ose mundi me pregadit të mbromje me lanë brumin frigorifer edhe me mëngjes vetëm me qitë me pjek, ose po edhe kështu pregaditit te për shpejt. Na duhet miell integral, 4 vezë, pluhur për fryrje, për pjekje, krep, pa krep si zakonisht, unë e kom dash me shtu ole, domatina edhe mozzarella. Ideja është me pas ngjyrat e pizzës, që normal që edhe fëmijëve ju pëlqen. Për këtë arsye i zgjedha këto përbërës, për ndryshe mund mi shtu për shembull karrot, mund mi shtu çka do që dëshirojmë, brokoli, lulelakën, spinaq, çka do që ju pëlqen. Mund me bo për shembull edhe jo pak krep, me ma pak krep, mi shtu pak mjallë, edhe me shfrytëzum me hongër pa të gjelta, për shembull me një reçel ose me diçka një qysh edhe i hajmë pankeka. Kjo ka dy mundësi, edhe formën e mbështjelljes edhe formën e po mundet mu bo edhe në formë trollades, masi jemi në festat e fundvitit, mund me bo si lloj pete që mbushim me çfarë do që na pëlqen, edhe bojmë formë trollades edhe frejmë format kështu. Atë pa u ku po fillojmë. Çka bojmë për fillim është i ndajmë të bardhën prej të kuqës. Ideja është që kur e indojmë edhe e përzim këto të bardhen, bëhet pak ma shkum edhe bëhet ma e mirë konsistenca e brumit. Kjo me thonë të ma shpejt e kësha thuj vezën. Ja, të gjindje ma e zoja, e pranoj. E pranoj. Ata përzi? Po, mujme edhe me mikser, do që të përshtatet. Në ndërkohë kjo rohet veç, ajo veç, a? Po, jo, i shtojmë tani krejt përbërës. A i bojmë bashkë pra? I shtojmë krejt përbërës të pata. Me thonë është vetëm e bardha e vezë, se kështu e tjerë. Tash këtë shtojmë gjenë? Është shtojmë pjesën e sasisë kuqë. Pse ishte edhe njëherë nevoja me i ndo? Për shkak që buhet ma e buta, edhe buhet ma elastike nëse veç dojmë
me bu në formë trollade, sa po kupton. I shtojmë pak ujë, sa dojmë me bu sasin, ose edhe qysh do që më varet sipas dëshirës, na e bëna me ujë, për shkak se nuk e dim se qysh soi pëlqen stafit. Edhe millin derisa të buhet punë ma... Sa millë është linë? 300, më varet tash për sasin. Me tahmen. E dita. Me tahmen. Më varet qysh e shohim. Derisa saranda e përzin, atëherë ne i bëj mbushjen. A ishte në ma mirë, se shumë e hollë është? Po edhe pak. është njëjtë si ëmbëlsira që është i bojmë ose si pancake njëjtë. Tash veç pak. Duket që është ma mirë. Nëse përzdi pak. Tash shtojmë kripen. Edhe pluhur. Do me thonë, e kemi shtu kripen edhe pluhurin për pjekje në sasin e millit. Tash e përzdim. Ndërkohë piprej domatinas. Ti kemi në gate. Vaj nuk i shtohet këtë, Lena? Po. A i shtohet? Që kur kemi vaj. Mësë është pak e trosh. Pak po, që ndaj thash... Shtojmë edhe vajnë edhe... Vaj e kish neutralizu pak. Rani është vaj u liri. Vajnë e mosem. 4-5 luk maksimum. Zakonisht vojnë në sobi i qes, 5 luk janë konë që të, se e kote të ajo ushqit. Zakonisht sobi i qes edhe vaj. Shtu e logaritje edhe se pancake. Ashta vetëm edhe pak. Në ndërkohë me theksu që këtë pete në bushën më një me bëha me qëfar do preference, me mishtbar, me mishtblun, me qka do që është veç perime. Nëse do një me bote gjellë, nëse do një me bote ëmbël, me reqelat, me pestil, me mjalt. Qa me mjalt po që me mirë, nëse pjek i mirë. Besoj që është okej. Këto, të cila kamera? Kjo është sasia. Në tepsi pa tjetër duhet me shtru letran, për shkak se na duhet për me... Nëse dujna me bush i rollat, na duhet për me punu. Po, për me punu ma ndej ma let me letër. A me vendoslin? Po, mundesh me... Po, s'ka shumë letra është të pak. Për mësysha. E kursejna, nuk e morim tjetër. Që shka qëllu? Okej, Len, faleminderit që përna kursen. Ajo është mirë. Ata këtej? Po. A ti shpëm do këtë vitja si ata fëmija kër e visi nonën, ata qes të shone? A banë me përzi one? A gëzoj me qitë? A është mirë, Len? Vesh ti e kështu mësuse e mirë. Se të lenë me shiju, me i provu vetë, dhe tani ta shishman. Se të qush ka njëherë gjithë e kena para gjyku, a i shnet shumë më ushqyu është trejt, shnet shumë më ushqyu është zorë. Që, për shambull, edhe pizë, po edhe shëndetshme edhe jo shumë. A me hopa, ka me landru mbullat? Jo, hopim, për që ta edhe përgatitone për hopjen edhe për dekorimin. Na pak e kemi të pësim të modhe, se jemi shumë veta. Edhe shqyqyre. Se na bo brëm pak. Edhe shumë edhe tes jena kre. A mund të hape ti përgatitja. Nëse që ja kem njës me ungër mirë, që atë është të stemë thështë. Ma e mirë, as mirës është që ja kena njës me ungër mirë.